Procesi i dezinsektimit në zonat turistike të Lezhës ka nisur dhe është rrënë në të gjitha vatrat ku është evidentuar prania larvave të punshkonjave. Fushata po zhvillohet në mbikëqyrjen e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor dhe përfshin trajtimin e të gjitha zonave të identifikuara si problematike. Drejtori i NJVKSH së Lezhës, Elson Froku, bën të ditur se puna nuk do të ndalet vetëm me ndërhyrjen fillestare, por do të vijojë me inspektime të rregullta për të vlerësuar efektin e masave të marra dhe për të ndërhyrë sërish aty ku do të jetë nevojshme. Për territorin e Lezhës janë të kontraktuara rreth 8 hektar sipërfaqe, të cilat duhet të disinsektohen her pas here sipas nevojës edhe përcaktimeve që bën grupi i punës i ngritur vetëm për këtë qëllim. Në këtë fazë, grupi i punës monitoron kompaninë kontraktuese, e cila do të bëjë dizinsektimin sipas hartave të cilat janë evidentuar nga stafi i NJVKSH-s për të bërë këtë dizinsektim. Menjëherë pas dizinsektimit, të njëjtat zona ku është bërë dizinsektimi, i njëjti grup pune i kombinuar së bashku me një grup pune tjetër nga ISHP-ja, bëjnë po të njëjtin, le të themi, inspektim për të parë nëse ka ekzistencë të larvicideve sërish. Dhe kjo vijon her pas here deri kur ato të shuhen plotësisht. Shëngjini mbetet një nga pikat më të ndjeshme për shkak të afërsisë me zonën lagunore dhe pranisë së ndërtimeve me bodrume të mbushura me ujë, që krijojnë kushte për zhvillimin e larvave të mushkonjave. Ky është një hap i rëndësishëm në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik, me qëllim garantimin e higjienës dhe mbrojtjes së shëndetit publik.